Mirdita, vlezër dhe motra shqipfolse kudo ku jeni. Nga thetësia e shpirtit, në këtë janar të bukur, në këtë janar të qetë të 2026-ës, unë ju uroj gëzuar festën. Në këtë acar, -6 gradë, dajua ju uron vetëm mbarësi, por kujdes. Mendja në mësim, të gjithë ata që duan të emigrojnë në Gjermani, bëhet fjala në zonën e Bavarisë, bëhet fjala në zonën e Muniut, kur dajua ka afërsisht plus minus 5 vite emigrim, bashkë me familjen gjën më të shtrenjtë që kemi ne shqiptarët. Dëgjoni mirë me vëmendje. Kanë filluar në orët e para të mëngjesit 8:00 ora aplikimet për pëlqimet paraprake me nenin 26-2, që do të thotë pëlqim paraprak, kontrate punës, 5 fleçi, ikën në Tiranë, tek një zyrë ku të duash, i mbush të gjitha dokumentat, ikën dhe viza metrik tek rrugë e Kavajës, dorëzon pasaportën, bën një pagesë 114.000 lekë të vjetra dhe je në pritje të marrjes vizës. Të vjen një email në telefonin tuaj i cili thot: "Zotri, ajde triq pasaportën." E shikon që në pasaportën tuaj është vendosur viza e punësimit, i jeni gati për të udhëtuar për Gjermani. Kujdes, për gjithë Ballkanin perëndimor, qeveria gjermane ka vendosur një shifër 50.000 viza. Do thot, 50.000-sha pjestohet për komplet Ballkanin perëndimor dhe plus minus për Shqipërinë bie afërsisht te 7.000 viza pune. Kujdes, ju lutem, ju anxhesit e punësimit që jeni në Tiranë, që jeni në Kosovë, që jeni në Maqedoninë e Veriut, mos aplikoni 2 ose 3 herë, për arsyet në momenti kur ti aplikon, bllokohet numri dhe thot që ju s'keni më të drejtë për të aplikuar dhe bëhet mbyllja e aplikimeve. Prandaj, apliko një herë dhe ty të vjen shpejt ralla për të marrë vizën. Momentalisht kemi dritë jeshile për shofera poste, që do të thotë në qytetin e Muniut, në qytetin e Leipzigut, në qytetin e Frankfurtit, në Berlin, në Dresden, në Wiesbaden, në Mainz, shofera poste, mosha mesatare 22 deri në 40 vjeç. Kujdes, patenda e klasit B, kujdes, gjua gjermane mua nuk më intereson fare. Mire është të beqik lama gjermanisht, por në pamundësi je i detyruar pasaj për ta mësuar këtu. Rroga plus minus nga 2.200 euro e lartë, do ndash pako. Jepet një zonë dhe do ndash pako. Ke 150 pako, ke 170 pako, ke 200 pako, ke 250 pako. Mua nuk më intereson. Kujdes. Vjen në Gjermani, të presim në aeroport, të bëjmë ameldungun, të bëjmë kartën e bankës, të bëjmë kartën e shëndetit, do flesh 2 veta në dhomë, plus minus 450 deri në 500 euro krevat ti. Nuk janë të dajos. Në qoftë se ti ke miqe dhe shok në Gjermani, ikte mikut e shoku fli atje. Këto nuk janë që ne ta imponojmë me emigrimin. Ke dëshirë, vjen. S'ke dëshirë, ri, je mirë aty ku je. Kujdes, të pëlqeu puna si shofer poste, ri. S'të pëlqeu puna, puno 1 muaj, puno 2 muaj, puno 3 muaj.
mere ofentalin gjerman, futet e xhepi dhe nëse ke dëshirë që të largohesh nga shoferi posës, mund të vesh ku të duash. Lajmëron punëdhënësin, mere kuntigumin te dora dhe ik te tezja, te dajua, te allua, te kunati, te ka i që të mashtron. Nuk është puna ime. Ne ju orientojmë si të marrësh vizën për gjërat e tjera, si veprohet, andej këtej vendos ti. Kujdes, Gjermania ti heq brekët nga lart, nipçe, kujdes. Gjermania nuk është baçe me lule, kujdes. Mos u mashtroni, kujdes. Edhe bashkimi familjar, mos mendoni ju që jeni të martuar që vini këtu si shofera dhe mendoni o burra për 1 muaj, për 2 muaj, unë do marr familjen. Jo, familja merret mbas 6 muaj, mbas 7 muaj, kur ti ke marr ofentalin, kur ti je kompletuar me banesë 12 metra për person, dhe kur ti ke rrogët në bank, kujdes, mos u mashtroni me lek në të zeza. Mundoni që ti meni rrogën në bank, ti keni lonat në bank, vetëm ashtu mund të ecësh përpara. Besoj se jeni të qartë për informacionin që u dha Dajo. Prandaj, të gjithë shqiptarë, të Shqipërisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë që duan të punësojnë në Gjermani, Dajo e Astirit, bashkë me gjithë ekipin dhe stafin e vet, ju orientojmë si të veproni. Momentalisht kemi vende të lira pune vetëm për shofera poste. Kujdes, edhe çunat që kanë nusen, që kanë kushuririn, që kanë të dashun, që duan që të vinë në Gjermani, por mos të punojnë atje kur ka marrë kontratën, edhe juve mund t'ju orientojnë. Unë ju përshëndes, me fletore në dorë, ditë mbar, filluan aplikimet dhe vetëm mbar, nipçe, filloi Dëbora. E shikon Dëborën apo se shikone? E shikon Dëborën apo se shikone dhe u bev Dajua? O du bev Dajua, ja çunat e postës, po ndajnë pako. Ju përshëndesim dhe kalofshi sa më bukur, se na u lodh dhe dora dhe vetëm mbar. Edhe njerë, but e but, emël, Gjermania këtu është, merren me sportivitet dhe vetëm. Ciao.